Rikthehemi në Top Talk Economy në këtë pjesë të dytë. Ditën e djeshme u zhvillua një takim i rëndësishëm i parë historik i konsideruar nga dy liderët të Shqipërisë edhe të Italisë për bashkëpunimin midis këtyre dy vendeve. Ne diskutojmë për marrëveshjet e arritura ditën e djeshme. Mua në studio është Zoti Ergis Sefa, ekspert për ekonominë. Jemi tek pjesa e atyre me rëndësi ekonomike, po ndoshta jo të shoqëruar me njëherë me kapital. Diskutuam për Kasa Depoziti e Prestiti dhe tani duket sikur është një tjetër marrëveshje, një hua për përmirësimin e rritit transmetimit të energjisë elektrike të Shqipërisë për pasojat e tërmetit. Por kjo është diçka shumë teknike, ndoshta nuk e vlen të ndalem. Megjithatë, si mest, që është po ashtu, ja vlen të ndalem? Ja vlen për një faktor të rëndësishëm. Pse Italia po ndihmon edhe pse është hua, pse po tentojnë të investojë pavarësisht në këtë zona, është në zonat mbas tërmetit ku ka më shumë dëme, në rrjetin e energjisë elektrike transmetimit në Shqipëri. Po ta ndërlidhim këtë me një investim tjetër madhor që është deklaruar vjet, që është një investim i përbashkët mes Italisë, Shqipërisë dhe Fondi Zhvillimor të Emiratëve Bashkuara Arabe, linjën nënojore të transmetimit, ku pritet që Italia të importojë për Shqipërisë një sasi të konsiderueshme energjie, pasi vetë Italia importon 10 miliarda euro energji elektrike nga vende të ndryshme dhe ne shpresojmë që të kapim një pjesë të këtij tregu. Dhe mirë po që të shkojë deri në Itali, dhe kjo linjë e re nënojore, do duhet që rrjeti brendshëm i transmetimit në Shqipëri të jetë shumë funksional. Mbi gjitha i veriut, sepse hidrocentralet janë kryesisht në veri. Dhe kjo është edhe një ndër arsyet pse Italia po ka interes për të investuar në sektorin e transmetimit brendshëm, sepse i leverdis po Italisë, kur të importojnë më pas. Na gënjejnë me këtë fjalën atëherë për pasojat e tërmetit 2019 për mos ta bërë shumë aktuale situatën. Jo, po padyshim edhe ato janë linjat më të dëmtuara. Padyshim që do investojnë në ato linja dhe në ato zona që janë më të dëmtuara dhe më të dëmtuara se tërmeti ne nuk kemi. Por që mos harrojmë dhe këtë fakt që Italia do importojë për Shqipërisë, normalisht intereson që të ketë një rrjet funksional brenda Shqipërisë me sa më pak humbje, në mënyrë që ta importojë sa më shumë. Edhe të paktën është deklaruar edhe nga përfaqësues të trija palëve që për faktin se është edhe një marrëveshje tripalçe, serioziteti është aty dhe duket sikur është angazhuar që të shkojë deri në fund. Ndërkohë, si mes CPA dhe AIDA. AIDA është ajo ndërmarrja shqiptare që ka synim zhvillimin e investimeve të huaja, kurse si mesi është ajo kompani italiane e cila ka synimin që kompanitë italiane të zgjerohen jashtë vendit. Një martesë e përkryer? Unë do thoya që po, deri diku, përveç faktit që kanë një dallim në konceptin e të bërit biznes. AIDA është një agjenci shtetërore, nuk është ndërmarrje shtetërore, ndërkohë që Symesi është ndërmarrje shtetërore, pra funksionon më si shoqëri aksionare, më si biznes. AIDA është një agjenci qeveritare, pavarësisht është autonome mbetet agjenci qeveritare. Thënë këtë, të mos harrojmë atë që përmenda në fillim, që ne kemi një historik të investimeve italiane në Shqipëri, kemi gati 3 dekada, që kanë qenë në nivele shumë të larta, domethënë 5 apo 3 më të mëdhenj krahasimisht me vit mbas viti. Dhe në një farë mënyrë është parë vitet e fundit një, jo të themi largim, por një mosafrim më i madh i investitorëve italianë, të cilët për hir të vërtetës në dekadat e fundit kryesisht kanë investuar qoftë në shërbime financiare apo në industrinë e fasonëve, sepse aty kishin edhe interesin kryesor. Tani ka ardhur koha që ato të investojnë në sektor me një vlerë më të shtuar, mirë po 2-3 vitet e fundit kemi pasur një hezitim nga ana e investitorëve italianë. Dhe ndoshta kjo martesë me AIDA-n do i ndihmojë ata që të gjejnë më kollaj mundësinë dhe investimin strategjik se ku mundet të shikojnë përtej atyre sektorëve tradicional si fasoneria apo shërbime financiare që ato kanë investuar gjithmonë në Shqipëri. Megjithatë, kur thua që kapitali italian ka ardhur drejt rënjes, drejt reduktimit. Kjo është një anë e parë e gjërat. Ndërkohë që flukset e reja shtesë të investimeve tuaja direkte shohim diçka ndryshe. Për shembull, përpara tërmetit, përpara 2019-s ishim 45-60 milion euro në vit, ndërkohë që në 2024 shohim një rekord historik të viteve të fundit, 196 milion euro. Gjysma e parë e këtij viti jemi afërsisht 90 milion euro me projeksione që të mbetemi thuajse në të njëjtat nivele. Flet për investimet italiane në Shqipëri Flasim gjithmonë. për investimet e huaja direkte italiane në Shqipëri. Mos po shohim bizneset të vjetra që ikin edhe të reja që na shtohen? Eksakt.
mos harrim dy faktorë. E para që një pjesë e biznesit vjetra, në thonjza, të disa dekadave, me modelin që ato kishin, nuk e gjenë më eficient Shqipërinë dhe po largon, fasoneria një në raste konkreta, dhe e dyta të mos harrim që stoku i përgjithshëm i investimit italian në Shqipëri arriti një kulm rreth 1.2 miliard euro dhe tashmë ka rënë disa qindra milion euro. Pra, vërtet po shtohen me nga 100-120 milion në vit, po bien gjithashtu pothuajse aq. Pra një farë mënyre po balancojnë njëri tjetrin. Por besoj që kjo nëpërmjet kësaj marrëveshje do hapet rruga që stoku i prurjeve të jetë shumë herë më i lartë se i largimet dhe në një farë mënyrë do frenoj edhe largimet dhe do të kemi dhe një zëvendësim. Pikërisht ajo që ju po thoni çfarë, do kemi zëvendësim që modelet e vjetra të biznesit italianëve do zëvendësohen me modele më të reja, me industri më të reja, që janë një vlerë shtuar dhe për Shqipërinë sepse rritet niveli i vlerës përpunimit apo të biznesit që ato bëjnë dhe si pasojë rriten dhe pagat. Duhet të rriten dhe pagat. Po sa ndikim ka kjo marrëdhënie institucionale tani, kur duhet thënë që italianët këtu e kanë pasur Shqipërinë me një bilet shumë të lirë avioni, që besoj për një biznesmen që investon miliona nuk duhet të jetë shqetësim. Jemi më afër se sa disa rajonet Italisë njëra me tjetrën. Çfarë e bën më bindse tani investimin në Shqipëri? Ulja e barrës burokratike. Si pasojë e kësaj marrëveshje, kush kalon nëpërmjet këtij kanali, AIDA e ndihmon në pjesën e barrës burokratike, pra procedurat shtetërore. Merr statusin e investitorit strategjik. Jo vetëm, ka disa kategori status, ai është ndoshta më i përfoluri sepse kemi pasur dhe rastet më të dëmshme të përdorimit të tij, por që ka disa nivele statusesh. Edhe një investitor i thjesht gjithashtu asistohet, nuk do të thotë që duhet të jesh vetëm strategjik. Dhe kjo ka të bëjë shumë sepse ta ul koston, jo vetëm kosto financiare, por edhe në kohë, ta ul, ta redukton shumë. E dyta, identifikimi i rasteve konkrete. AIDA nuk bën vetëm këtë pjesë, AIDA bën të identifikimin së bashku me ndërmarrja apo agjencitë të tjera shtetërore të rasteve konkrete të investimit. Pra, investitori nuk do ketë nevojë të lodhet shumë, por do t'i prezantohen disa opsione konkrete brenda fushës zërimtarisë që ai apo ajo kërkon të investojë. Dhe do ta ketë shumë herë më thjesht. E treta, asistim edhe në pjesën e ngritjes dhe bërjes së investimit, jo vetëm në kryerjen fillestare, por edhe në gjetjen e forcës punëtore, për shembull marrëdhëniet me palë të treta, me tatim taksat, me pushtetin vendor. Të gjitha këto janë elementë që lehtësojnë goxha jetën një biznesi. Ndërkohë, nuk ishte pjesë e marrëveshjeve në takim, por ishte pjesë e rëndësishme edhe e pyetjeve. Marrëveshja e mëparshme për klandestinët vijoi që të mbrohej. Për qeverinë italiane tani, sepse Shqipëria në fund fare një përfitues që ka ofruar në fakt një pjesë të territorit është, por është më shumë mbrojtje e kostove politike apo bën akoma sens ekonomik që të jetë ajo që në përpos gjithë debatit e drejtave të njeriut e me radhë? Jo, unë pakën në shoh në aspektin ekonomik, nuk është se ka një diferencë shumë madhe, mos themi aty në kosto sikur të ishte në një nga brigjet e Italisë, e cila ka brigje 10.000 kilometra. Është më shumë një kosto politike që ka të bëjë më shumë me opinionin publik vendor italian dhe me faktin e tregimit që po e luftojmë fenomenin e migracionit palishëm dhe mbi të gjitha edhe një kosto në thonjza ligjore, pasi kemi të bëjmë me një qendër e cila ndodhet jashtë territorit jurisdiksionit të Bashkimit Evropian. Dhe si pasojë nuk mund të ketë dhe kontroll dhe monitorim aq të mirëfillt nga territori i Bashkimit Evropian. Në momentin që Shqipëria bëhet anëtare, pastaj do ndryshojë dhe jam i sigurt do ndryshojë dhe raporti i marrëveshjes. Po nga ana ekonomike nuk ka një përfitim madhor Italia. Në rastin konkret jemi ne ekonomikisht. Po, ndërkohë tani vetë përfitimi i Italisë nga një anëtarësim i mundshëm i Shqipërisë, jo i mundshëm, po eventual i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Realisht cili është në këto momente? Pse e kemi një partner kaq të zëshëm? Po, Italia në farë mënyrë e shef se një zgjatim të tregut saj, jo vetëm Shqipërinë të Ballkanin, përgjithsisht se Shqipëria është e vogël. Dhe duke pasur se një zgjatim të tregut saj, pra nëse deri më sot do ketë ka nevojë që AIDA apo institucionet tjera të bëjnë marrëveshje me palët italiane për t'i lehtësuar punë bizneseve italiane apo qoftë qytetarëve italianë, në momentin që ne do jemi antar, nuk do jetë më e nevojshme kjo, do ketë një rend juridik, ata mund të kryejnë biznes dhe punë në Shqipëri njësoj sikur të ishin në Itali, ashtu dhe ne në Itali, po për shkak të shkallës, ata e kanë më kollaj për shkak të masisë, pra ato e kanë më kollaj që të kryejnë biznes tek ne. Dhe një farë mënyrë edhe për shkak të afërsisë gjeografike, do jetë më kollaj për italianët të vinë të bëjnë biznes në Shqipëri apo në Ballkan përgjithësi, sesa për
norvegjezët, suedezët, holandezët apo gjermanët. Dhe për këtë arsye Italia shtym fort në këtë drejtim, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë zonën e Ballkanit. Pa barierat tarifore, doganore, edhe burokraci, administrative dhe çdo gjë tjetër. A e ka të garantuar shumë fishimin e prezencës në tregun shqiptar dhe të Ballkanit, sikurse ju e thatë Italia? Po. Tani nuk mund të themi se sa fish, por po. E ka shumë herë më të hapur rrugën, e ka rrugën plotësisht të hapur dhe e ka shumë më të lehtë ta kalojë këtë ngushtisë të vogël detare që është sikur të ishte një liçen i brendshëm brenda Italisë. Tani ndërkohë, nga ana tjetër, Shqipëria përmes antarësimit, si përfitojnë bizneset sot? Fasonet rasti konkret me që i kemi tek grupi i bizneseve, mund të përfitojnë në qoftë se nesër jemi të antar me drejtat plota në BE? Unë shpresoj që ne do të jemi, se ka dy procese këtu, ka të drejtat, BE-ja flitet shumë vetëm pjesën politike, pra antarësimi, drejta që ne bëjmë antarë e institucion mëdha. Këto janë drejtat politike. Nëse shikojmë të drejtat ekonomike, pra sinkronizimi me tregun e përbashkët, e cila pritet ndodhi edhe përpara antarësimit politik, i jep një mundësi shumë të madhe të gjitha bizneseve shqiptare, por në rast se transformohen, në rast se konkret fasonet, ta kapim si shembull që ta kuptojnë të qytetarët. Në këtë nivel që janë, ato pak gjë mund të ofrojnë tregut evropian, sepse ofrojnë produkte për punimi me një cilësi shumë në mesatare. Nëse ndryshojnë dhe rrisin vlerën, rritën në zinxhirin e vlerës së prodhimit dhe krijojnë produkte të mirëfillta cilësore made in Albania për shembull, qoftë veshmbathje, qoftë këpucë, qoftë çfarë do lloj produkti që ato bëjnë, do kenë mundësi që këtë produkt ta ofrojnë pa barriera tarifore në të gjithë tregun evropian, jo vetëm italian, në të 540 milion konsumatorët e tregut të përbashkët evropian. Dhe 540 milion për krahasim nga fuqia blerëse është tregu i dytë ose i parë sa ndryshojnë vende vit mbas viti në botë. Kjo është arsye se po cirkondi nga njëra anë dhe SBA-ja dhe Kina po sulën kush ta bëjë Evropën për vete. Kush pak me dru, kush pak me karrot, po tentojnë ta bëjnë Evropën për vete, sepse janë qindra milion konsumatorë që kanë mundësi, kanë fuqi blerëse. Dhe bizneset tona, nëse arrin një zinxhir vlere të lartë, pra brenda standardit që ka BE-ja, do mund të ofrojmë pas një barierë njësoj sikur çesin brenda Shqipërisë produktën e tyre në Itali, në Gjermani, në Francë, ku do qoftë, rasti konkret i fasonëve. Por pavarësisht pranisë së fortë gjeografike, faktit që kemi 1/4 e gjithë shkëmbimeve tregtare me Italinë, mendoni se do ta luajë edhe rolin e thonjza ndërmjetësit apo pikës parë kontaktit në momentin që ne do i drejtohemi një tregu të madh evropian, apo do duhet që kompanitë shqiptare t'i lidhin vetë marrëveshjet e tyre si në Gjermani, si në Spanjë me radhë? Normalisht do ishte mënyra më e mirë nëse shkojmë nëpërmjet Italisë, pasi ajo ka edhe eksperiencën institucionale, ka edhe eksperiencën e biznesit, dhe ka dhe lidhjet network-un, pra lidhjet dhe rrjetin shumë herë më të fuqishëm se ç'mund ta ketë grupi i bizneseve shqiptar. Tani të jemi koshent për këtë gjë. Asgjë nuk do i ndalojë ligjërisht bizneset shqiptare të shkojnë të ndërtojnë vetë këto rrjete, në Gjermani për shembull, apo në Francë. Por për efekt të eficiencës dhe menaxhimit produktivitetit, do ishte më mirë të shkonin pikërisht nëpërmjet këtyre kanaleve të Italisë, e cila në vetvete është një treg i madh dhe një pjesë të mirë të prodhimit mund ta përtithë vetë Italia, pa pasur nevojë të shkojë edhe më tej. Ndërkohë tani marrim gjithë diskutimin që kemi bërë për Italinë, gjithë to përfitime të dyanshme, gjithë to pamje nga e ardhmja, shpresojmë sa më e afërt, dhe kalojmë tek Greqia. U përmend edhe gjatë takimit, ka ministra që flasin edhe greqisht, apo nuk kemi marrëdhënie të tilla. Batuta e kryeministit ishte fakti që paktën me Italinë kemi një det që na qetëson pak mendimet derisa arrim atje. Nuk kemi interes ekonomik me këtë shtet, apo politika dhe e shkuara shkaq që forca na pengon që të dyja vendet të përfitojnë? Interes ekonomik padyshim kemi, por është disa fish, madje shumë fish, më i vogël se sa me Italinë. Dhe nuk ka se si tjetë ndryshe, sepse është çështje shkalle, massie. Ekonomia e shkallës me Italinë është, në mos gaboj, 16-18 herë sa ajo e Greqisë. Është më kollaj të shkosh të merresh me një Itali se sa me 16 Greqi. Po padyshim edhe me Greqinë, që është shumë herë më e madhe se ne në aspektin ekonomik, ne kemi interes, po ndoshta aty pastaj është aspekti politiko-kulturor, i cili është më i fortë,
edhe më pengues. Për kap një shembull, ne me Italinë për shembull e kemi marrëveshje në fuqi të njofjes dyfish pensioneve. Pra, dikush që ka punuar në Itali, një emigrant, X vite pune, i njifen ekuivalenti, kontributet që ka derdhur atë, i njifen dhe në Shqipëri. Ne tentojmë të bëjmë të njëjtën gjë me Greqinë. Pala jone ka mbaruar gjithë pjesën e negociatave teknike dhe e ka dorëzuar propozimin. Ka ngelur në Greqi, dhe shpala greke e cila nuk po e miraton. Ndërkohë që ne e kemi mbaruar pjesën teknike të negociatave dhe e kemi miratuar nga ana jonë. Greqia vazhdon të mbajë, nuk e di në sirtarët e kujt, dhe nuk e nxjerr as në qeveri për ta kaluar ose për ta refuzuar fundja, aq më pak në parlamentin grek për ta miratuar. Sepse edhe në momentin që të refuzohet, paktën ti merr një përgjigje që nuk bëhet, po fakti që të mban në thonjza varur, pra që po e shqyrtojnë dhe u bën një vit e gjysmë që po e shqyrtojnë pas një përgjigje, të jep një sinjal që edhe për çështjet tjera bashkëpunimi do të jetë gjithashtu kaq e vështirë. Për krahasim, nëse Greqia ka rreth një vit e gjysmë që mban në shqyrtim, për 2 vite e gjysmë në Itali nuk krye gjithë procesi, do miratuar nga dy palët, do hyrin në fuqi. Mbasi kishte gjithsesi dekada negociatash. Dekada negociatash, po procesi zgjati më pak se 2 vite e gjysmë, madje gati 2 vite, ku nga të dyja palët. Ndërkohë që me Greqinë kam përshtypjen, nëse do të bëhet, do të zgjaset disa vite më shumë. Dhe kjo është një mesazh edhe për çështën e ndërtimit të raporteve ekonomike, që leverdia më e madhe është me Italinë sesa me Greqinë. Nga hapja e ekonomisë në vitet 90 deri në mesin e viteve 2000, prezenca investitorëve grek dhe italian ishte thuajse aty. Afërsia gjeografike, po ashtu ishin të gjithë bashkëpronar apo pronar të ndërmarrjeve të ndryshme. Por sikurse me atë largim kapitali që ju përmendet me Italinë, nga Greqia ishte masive, ndoshta ndikuar më shumë nga kriza dhe detyrimi për të riafruar në vend. A ka gjasa që të rishohim një afrim të tyre, apo është një ure djegur, ndoshta duke konsideruar dhe atë shkallët e ekonomisë që ata kanë sot? Mund të flas vetëm që shikoj me shifra, me performancën aktuale të ekonomisë greke, e cila por ngrihet nga goditja e madhe 2010-11-ës, është shumë e vështirë që ato të mendojnë për një ekspansion në Shqipëri. Në rastin, siç e përmendoj, në rastin e Shqipërisë, krahasimisht me Italinë, nëse Italia po ulet me 10-20% për shembull stok kapitalit, brenda pak viteve stoku i kapitalit investimeve greke ul me 90%, domethënë nuk krahasohet fare, u zërrua pothuajse. Dhe po të shikojmë performancën që ka ekonomia greke aktualisht dhe bilancin tregtar ton me to që po vjen gjithmonë më shumë drejt uljes, drejt reduktimit, e shoh vështirë që ato të shkojnë në një periudhë ekspansioniste ku të investojnë masivisht në Shqipëri. Sepse që të kapin në ritmin e tyre të dikurshëm, do duhet të investojnë për disa vite me radhë goxha masivisht. Gjë të cilën nuk e shoh në aspektin e numrave në ekonominë greke që mund ta bëjë këtë gjë. Po zakonisht është politika që e shtyn ekonominë apo ekonomia që më pas riafron politikën? Janë të dyja bashkë, po padyshim politika është një faktor kryesor, se nëse ekonomia ecën vetë, si ingranazhi që vazhdon vetë, politika është ajo që mund ta frenojë ingranazhin apo mund ta përshpejtojë, ajo pastaj është çështje vullneti. Që presim në një melonaqis në Greqi. Shpresoj. Ergis Sefat, falenderoj shumë që ishe me mua në Top Talk. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit edhe dashur miq që na ndoqët, ishte Top Talk ditën e sotme. Rishihemi sërish javën e ardhshme.